si në Dembele. Po punojmë shumë bile. Po. Jo vetëm që e kemi qef punën, punojmë, por jemi edhe kombë shumë inteligjent. Nuk janë, ekonominë e bëjnë vetë, fëmijët i rritin vetë, i shkollojnë, i bëjnë. Shumë punëtorë që jemi, po ju Dembele, se shqiptarët punojnë. Përgjithësisht punojnë. Tani çik vëllai moshera e bo pak Dembele. Populli shqiptar së Dembele. Mendoj që punon? Punon. Kur ka punë, kur s'ka punë, s'ka. Ne themi, na thon populli më Dembele. Tjetra, këtu thon punë ka sa dush, s'ka profesionista. Dhe ne diumë çik lekët qyl mendojmë. Duhet me punu më fort. Sepse të gjithë ne ku kemi shku, si për punë, si për studime, si për gjitha, kemi dalë të partë. Pse na ka mytë fukaralleku, nuk do të thotë se nuk jemi të zgjuar. Jemi, sepse vetë mënyra ekonomia e ka bërë një gjë të tillë. Qofse neve do kthehemi para viteve 90, neve kemi qenë populli më punëtor. Po tani pse jo? Më Dembele sepse kjo vjen nga një trashëgimi shumë e madhe e firmave piramidale, ku njerëzit vendosnin lek me fajde edhe nuk punonte njeri.